Ja ku jemi me Stellan, që ka ardhur direkt nga ambasada këtu, sepse sapo e ka marrë vizën dhe do na thot dy fjalë për rrugtimin që kishim bashkë për ta kërkuar këtë vizë. Ne kemi bërë gati disa dokumenta bashkë, kemi lënë takimin në ambasadë dhe ja ku kemi rezultatin pas një jave. Stella, diçka na ndodhi rrugës? Po, patjetër, ju rekomandoj gjithëve që kur të hedhin ulaostën, mos të ndërrojnë pasaportat. Ose, në qoftë ndrojnë pasaportët, të ruajnë fotokopjen e pasaportës vjetër. Pse? Sepse në momentin që ndrojnë pasaportën, pse ndrojnë çuna? Nga frika e ulave, hyrjeve daljeve që kanë kaluar 3 mujorshin, bëjnë një pasaportë të re. Dhe në moment që bëjnë pasaportë të re, ka një numër të ri pasaporta. Dhe në ulaosta nuk do na përkufet numri i pasaportës vjetër me numrin e pasaportës re. Kështu që jeni të kujdesshëm, në momentin që ndroni, ruani të paktën një fotokopje të faqes parë pasaportës vjetër. Kjo është ajo pengesa që Stella kishte dhe na vonoi sa ditë më shumë kjo? 7 ditë. 7 ditë kokëm kokë. Pra vizën e ke qenë sot java që i ke dërguar dokumenta, që i bëm së bashku si procedurë, si mbledhje dokumentash dhe sot 7 ditë në orën 3 more vizën. Të uroj suksese. Tani Stella bashkëshorti vet po pret në ulaostën për punësim, sepse Stella ka marrë për punësim me ligjin dekreti flukseve migratore. Shpresojmë t'i dalë dhe ati sa më shpejt, por për pjesën e publikut që po na ndjek, në situata të tilla ku kemi një çift të martuar, ati që i deli pari, shumë mirë mund të jetë shkak që të ndihmoj partnerin që të bëj bashkim familjar, dhe kjo qëndron. Mund të kërkohet një ulaosta për motiv familjar, për bashkim familjar, ose do presësh në ulaosta për motiv pune që urojmë t'i dali sa më shpejt. Faleminderit. Suksese! Faleminderit. Faleminderit.